Buonasera, Saddam Hussein è solo contro tutte... Dhe pastaj Aminda vazhdoi. Kryzipi, lodhi nxënësit e tij në pjac, tregoi burin tënd dhe tha: "Ti ke çfarë s'të ka humbur?" Ksanti u përgjigje drejt. Pastaj Kryzipi vazhdoi: "Ti nuk i humbe brirët." Ksanti e pranoi vërtet. Atëherë Kryzipi përfundoi: "Ti ke çfarë s'të ka humbur? Ti nuk i humbe brirët? Si rrjedhin, ti ata i ke." Të gjithë qeshën me gjithë shpirt. E thënë bukur. Kjo është ajo që ata e quajnë sofizëm. Siç duket, im shoj që shkon në pjatë që filozofët e tjerë të tallën. Jo. Ksanti është shumë i mençur. Në mes të atij të qeshurit të përgjithshëm, ai tha Kryzipit: "Kryzip, jo të shoh që ty të tradhton. Jo sepse ti ke humbur brirët, po sepse ti ke humbur turpin." Atëherë të qeshurit u ndopredhen nxënësit e Kryzipit dhe të Ksantit, fatap ju vërsulën njëri tjetrit. U brindën? Po. Po si e mori vesh këto Aminda? Aminda ishte vetë në pjatë. Ju skllavet e dini më mirë nga ne gratë e lira se që ngjet në Samos. Gratë e lira nuk dalin nga shtëpia. Në disa gjëra ato janë më skllave se ne. Kjo është e vërtetë. Mili, po ti a do që ti jesh e lirë? Unë? Jo. Unë jam shumë mirë këtu. Të gjithë më kanë në konsiderat. Pastaj, nuk është keq ti jesh skllave një njeriu të çmuar siç është burit. Mund të isha bërë skllave ndonjë bakalli apo ushtari. Pata fatje rash në duart e burit tënd. Kjo të qetëson? Po natyrisht. Ai është filozof, Klea. Do t'isha me kënaqur të ishte më pak filozofe dhe më shumë bashkëshort. Për mua filozofët janë njerëz që merren me zmadhimin e cilësive të së vërtetës abstrakte. Po, Ksanti është shpikës, bulus. Jo, dhe kjo është qesharake. Ai është nga ata filozofë që nuk i pasurojnë me mendime debatet shkencore. Mbarove? Ja, edhe pak edhe mbarove. Sì, un ciclo dedicato al teatro di Pirandello. The big picture team on shoots, parties and beaches with the stars. Lascia che Phillips ti apra gli occhi. Sa bukur është të kresh flokët e tua, Klea. Sa ngjyrë të bukur që kanë. A ti puth Ksanti flokët? Unë admiroj burin tënd. Se nuk thua çilta, se e dashuron. Ti do t'ishe i kënaqur sikur ai të largoj prej meje, të t'jepte ty lirinë dhe të martoj me ty. Mos fol ashtu. Ksanti të dashuron. Dashuron sipas mënyrës së vet. Jam pjesë e pronave të ti, si ti, si sklavet e tjera, si kjo shtëpi. Ai kur kthehet nga në një vend gjithmonë të sjell dhurata. Burrat u bëjnë dhurata grave jo nga dashuria, por nga sqima, ose nga që i shqetëson ndërgjegje. Ksanti është i dëgjuar. Po, dhe vazhdimisht arsyeton mbi pronësinë. Njerëzit nuk janë dhe nuk mund të jenë kur të barabartë, se i cili shpërblet sipas meritës, ose dhuratë ose dënim. Demokracia greke është demokracie vërtetë. Ajo bazohet në të drejtën që ka i varfri për të zgjedhur padronin, dhe është vetëm e drejta e padronit të zgjedhë të tlerë ty të varfër apo të pasuroj, të sklavroj apo të liroj. Dhe njerëzit janë të detyruar të dëgjojnë fjalimet e Ksantit, se padrejtësia është drejtësi, se vuajtja është gëzim, se bota u krijuar që Ksanti të pi nga verët më të mira, të ketë shtëpi luksoze, të dashuroj grua të bukur. Mbarove? Ja, edhe pak edhe. Do të dukesh akoma më e bukur përpara filozofit tënd. Filozofin. Filozofët janë fëmijë me moshë të thyer që thonë të njëjtat fjalë. Klea, ti nuk e dashuron atë. Po të kishe qenë atë ditë në pjatës dhe ti do të kishe qeshur bashkë me nxënësit e Kryzipit. Kurse ai të dashuron, është i pasur, të bën dhurata. Dhe mi hedh ato në këmbë si për mëshirë. Meli, ai kapiteni i rojeve që ka ardhur nga Athina. A është akoma në qytet? Do me thënë, prandaj po stolisesh kështu. Mos haro buri yt vjen sot, Klea. Do të hyj andej dhe do të thotë: Klea, gazim, të kam sjell një dhuratë. Dhe pastaj, po shkoj te nxënësit e mi. Më puth, Klea. Klea, gazim, kam sjell një dhuratë. Erdha. Kam sjell dhuratën më interesante edhe më të çuditshme nga ç'të kam sjell deri tani. Bure mbi tavolinë. Po nuk mundem se është shumë e madhe. A do ta shohësh?
Dhurata? Ky? Sklav është. Po, është sklav edhe quhet e zop. Sa i shëmtuar që është. Është sklavi më i shëmtuar në të gjithë Greqinë. Edhe ti pate paturpsin të ma blesh mua. Kjo është pyetje, Ksand. Si pate guximin ta bleje? Nuk e bleva. Nuk më bleu, zot. Më mori si hyst. Ti le dhe bisedon. Po, nuk e bleva. Në pire unë bleva një Etiopas për punë të rëndë dhe tregtari skleverve më tha, mere ta ka falur. Ti nuk e kupton në vlerën e ti, a i është një thesari vërtet. Ma hiq këtej që tani thesarin tëndë. Prit se ke për ta parë. Ma hiq këtej këtë ndyrësirë, thash. Një del për që s'kishte parë kur luan me sy, një ditë u ndesh me të ball për ball. Dhe me kishte herë parë, e kapit merë jak shumë sa për pak nga Afrika desh vdikin në vend. Mirë po, kur e takoj për herën e dytë nuk u tremb dhe aq. Bile herën e tretë, jo vetëm që nuk u tremb, por më guximin sa shkoj dhe bisedoj me të. Morali është ky zonjë. Ne ambientojmë ndaj shëmtimit, ashtu si dhe ndaj bukurisë së gruas së dashur. Ha, si të duket? Zbavitse. Ti e heq veten luan? Tigri dhe kaprolli u zoni njërë se kush është një i bukur. Tigri mburesh për bukurinë e lëkurës së tij, kurse kaprolli i thoshte unë jam më i bukur, por bukuria ime qëndron në shpirt dhe jo në trupit. Kjo është e shkëlqyeshme. Ate i kanë edukuar në ndonjë strofull e gërsirash. Palloj nga s'monte lelekun. Tallesh me pënd të tia jo të bukura. Unë jam veshur në pëlhur më ndafshit, i kem ndisur në ardhen, ka difejt, a kurse ti çfarë bukurie ke. Mirë po leleku ju përgjegj. Unë ju këndoj yjeve. Dhe me fluturimin tim arri qiellin. Kurse ti i tha ecën vetëm në për tokë. E ndoshta në për balti. Ky është filozof, ky është kolegu im. Hati lutem, mos më quaj filozof. Ti respektojmë fjalët. Unë jam vetëm hartos fabulash. Bile dhe po të mëson, Ksand. Ai më dë fren, i thuaj Melit i tregoj Etiopasit se ku duhet sistemohet. Meli, e ja këtu. Meli! S'ka gjë, zonë, s'ka gjë. Unë jam mësuar me shprehjet mere një fytyrë dhe atyre që më shikojnë për herën e parë. Të kujtohet që të thash kur të propozohen që të më merë një se just? Jo, Edhe se kur unë të mos vlej për asgjë, ju mund të më përdorni si gogol për të tremur fëmijët. Po të mos rini urt, do të trasi me zopin edhe ai do t'ju marrë pastaj. Zbavitse. Po, unë jam zbavitës. Po, kur unë talë me të tjerët, s'mund ta përfityroj se sa serioz që bëhem unë. E përse? Edhe pra të që jam i shëmtuar, edhe pra të që unë flas. Asnjëra as tjetra s'të bën të qeshesh. Unë pranoj të marr se je i mençur. E ti e vure rekte? Pa ishka që shëmtuar të tamë. Zotat më ndjefshin. Zotat të ndjej. Dëgjoj fabulën. Një i varfër njëherë kishte një statuj zoti së cilës i lutesh që t'i jepte pasuri. Mirë po me qenë se zoti statuj nuk dëgjonte, ai nga inati e zuri nga këmbë dhe ja përplasi kokën pas murit. Koka ishte mbushur plot me para edhe njeriu pasurua. Zotat i falin njerëzit. Po, prandaj dhe i krijojmë ne ata. Pa mendo pak. Kush tjetër do të na falë neve se kur të mos ishin zotat? Këto që the e zot, janë të holla. Ty, Ksand, kush do të falte atëherë po të mos ishin zotat? Ne si aty për jashtë është Etiopas, ja ai gjithashtu është sklavi, i thuaj të futet brenda. Gjatë rrugës, më ka shpëtuar disa herë nga situata jashtëzakonisht të vështira. Bile më gjeti edhe një thesar. Thesar? Po thesar, po si? Ti gjete thesar dhe ja dhe Ksandit? Po përse e bëre këtë? Ishte shumë i rëndë, zonjë. Po të mos ja jepja thesarin burrit tënd, do të detyrohesh të mbanja vetë mi kurisë. E duke i dhënë atij detyrova atë të mande si me qenë ai skllave dhe jo unë. Dhe veç kësaj unë e urrej pasurinë, zonjë. Po ky ç'është? Ha? Ti të duket atë pëlqen? Po ti pse u tërë me zop? Nuk të pëlqen? Preferoj më shumë kafshët e fabulave të mia se sa këtë kafshë. Gjatë rrugës Etiopasi e rrahu e zopin. E rrahu? Po e rrahu. Si pse edhe urdhërova unë apo jo e zop? Tamam ashtu dhe Etiopasi e zbatoi urdhrin me një zotësi të çuditshme. Po përse të rrahën e zot? Sepse desha të jemi lirë, zonjë. U përpoqe të ikësh? Jo. U përpoqja që Ksandit më liroj. Dhe për këtë ai të dënoj? Kjo nuk të ka hije, Ksand. Jo, zonjë, jo, kjo i ka hije atij.
A si ç'duket ti doj që ti them të raje përsëri. Ajo të vetë mos, akoma s'ka nikur dhamin nga raja e fundit, mos. Nuk bën, nuk duhet. Ti ke frikë, zot? Jo, ti duhet jesh stoik. Ndëshkime trupore janë fyerje për shpirtin. Përse nuk e liron, Ksant? Nuk del gjë prej ti. A, kështu mendon ti, e? Tregoj asaj e zopruth timin ton, tregoj për kanisër me bukë. Kur u kthejëm për këtej, Ksanti dha urdhër që çdo sklav të mirte me vete në një sens si ngarkesë. E të gjithë vrapuan kush e kush të mirte dëmën më të vogël, me statuje, me enta arta, me stofra. Unë mora më të madhe. Një kanistër të madhe plot me bukë. Edhe për këtë të gjithë qeshen me mua, bile dhe Etiopas. E mi po që ditën e parë njerëzit kishin nevojë të hanin bukë. Në shuaj të dytën e të tretën e me radhë, s'kaloj shumë kohë, unë bajta vetëm kanistën bosh. Kurse shokëve të mi ju doli gjuha nga peshe herën e denjëve që morëm. Është apo s'është i mençur? Tregoj tash si e gjetëm Thesarin. Apo vërtet? Si e gjetën? Kur po ktheheshim për këtu gjatë rrugës, pam një përmendore me mbishkrim. E Ksanti tha se mbishkrimi është pa mundur që të deshifrohet. Atëherë unë i thash, po si kur ta deshifroj unë, a do të më japësh lirin? Po. Po, Ksanti pranoi dhe unë lexova këtë mbishkrim. 4 hapa që këtej është fshehur një thesar. Ksanti nuk më zuri bes, po s'kur të mos jetë kështu, më tha. Jo, se kur të jetë kështu, i thash, do të më japësh gjysmat e atyre që do të gjejmë brenda? Po. Ksanti pranoi. Dhe ja 4 hapa më tej nga qishim, unë hapa një grop. Brenda gjeta një enë të mbushur plot me pare. Dhe atëre Ksanti dha urdhër të më rrajnë. Po ç'të duhet ty pasuria e zot? Më mirë të jem unë i pasur, edhe ti t'jesh sklavi im. Si do qoftë, ti duhet ta liroje, Ksant. A, edhe ti me anën e ati, e? Edhe ti me anën time? O, jo, zonjë, jo. Ti nuk duhet ta bësh këtë, zonjë. Unë jam i dobishëm. Unë tregoj fabula, gjej rrugdalje në situatat vështira. Unë gjej thesare. Mundet vallë njeriu të heqë dorë nga gjithë këto të mira? Veç kësaj unë jam i shëmtuar edhe nuk ju pëlqej grave. Si rrjedhim zotërinjtë e mi nuk kam përse të më kenë frikën. Unë s'mund të oratisem se posa të dalë aty për jashtë do të më njohin me njëherë. E me gjithë këtë, në prapë se prapë do të desha të jemi lirë, zonjë. Liroje, Ksant. Çfarë? Ty të pëlqen që unë të humbas pasurinë time? Ja bleri një sklavi. Meli! E çfarë do të bëj ai pastaj vetëm në këtë botë? Ja, zot. Ti nuk je pjekur ende për të qenë i lirë. Vetëm atëhere, kur të mësosh tek unë se si duhet bësh i pasur, i fort, i mençur, vetëm atëhere mund të dalësh me guxim në jetë. Jo tani se tani ngelesh në mes të rrugës. Unë tani po ikë e dashur dhe po shkoj te nxënësit e mi në pjacë. Më puth Klea. Ullu e zot. Kështu pra, ti dëshiron që ti jesh i lirë. Po shpresa është e vetmi e drejtë e sklavit, zonjë. Po përse kërkon ti jesh i lirë? Sepse duhet të ketë një vend mbi dhe, ku të rrjedhin për rrenjt, prej të cilëve të pish ujë drejtë në pëllëm të dorës, pa patur frikë se ta kap dikush dhe të thotë s'ka ardhur koha për të pirë, është ende heret për të shuar etjen. Një vend të tillë ku bilbilat të mos tremben kur afrohen njerëzit.
Ke vënë re se kafshët tremen kur afrohen njerëzit? E pra unë, sa më shumë njoh njerëzit, aq më shumë ndje një dashuri të madhe për kafshët. Do të kisha qef të tregoj një fabula në gjuhën e tyre. Do desha t'i them. E diti jo rujt glabrojnë si qengjave, se ka pota atila kafsh njerëz që vrasin njëri tjetrin. Por ata nuk janë kufomat ashtu si që bëni ju, jo? Ata i fotin ato thellë në dhe, për krimbat. Dhe këtë nuk e bëjnë me nevoje për të jetuar si që bëni ju. Por ashtu thjesht nga dëshira për të vrarë. Po mirë, si do ta mësoje ti gjuhën e kafshëve? Ose mos ishte më lehtë për mua kur mësova gjuhën e njerëzve? Njerëzit bisedojnë zonjë. Por asnjëherë nuk e kuptojnë njëri tjetrin. Kurse kafshët po. Po. Me një të thirrur, ato shprehin: dashuroj, jam të agosur, ikni se po vjen armiku. Para fytyrot është dia, sa i holl do t'jetë tingulli që t'i shprehi të gjitha këto me një cicërim, me një ulurim, me një gugatje, me një leje, me një vikam. Ja ndërsa dëgjimi i njerëzve që është aq i holl, sa mjafton të shqiptohet vetëm një fjalë: dashuroj. Dhe të ndjejmë gjithë gamën e tingujve që rrethon këtë dashuri, nuk i kupton dot këto fjalë, zonjë. Sepse është i pamësuar për to. Është i papërkryer. Të jesh i lirë, do të thotë të dëgjosh zërin e lirisë, i cili përhapet me të gjithë tingujt. Ti me të vërtet kërkon që t'jesh i lirë. Atëherë zop, përfiton nga rasti. Ik. Aratisu. Jo, zonjë. Po të shkosh me frikë në zemër se mund të kapin, por sa dalësh aty për jashtë, po kjo nuk është liri. Liria nuk është fshehtësi. Liri nuk e fshehin. Të gjithë duhet ta dinë se njerëzit janë të lirë. Ta dinë edhe ta respektojnë atë. Ik, unë do t'i them Ksantit se të lirova unë. Po për këtë pastaj Ksanti do të dënojë ty. Kurse liria kërkon që asnjë të mos dënohet për shkakun e saj. Sikur unë të ndjenja edhe brejtën më të vogël të ndërgjegjes për lirinë time, unë kur nuk do ta quajja veten time të lirë. Pa naiv që je. Ksanti është dhe më naiv se unë. Ai ka krijuar me fantazinë e tij një botë ku plotësohen të gjitha dëshirat edhe mendon se kjo botë ekziston. Mirë, po unë nuk pajtoj me të. Unë të ngjaj ty. Ku e di ti se dhe unë nuk pajtoj me të? Nuk të e shikoj në sytë tu. E di, ka raste që ata shkëlqejnë. Shkëlqejnë në një mënyrë të atill që duke sikur në shpirtin tënd po agojnë shpresat. Mirë, po shpejt atje drita fiket, zbehet si në perëndim të diellit. Të ndaloj të shohësh në sytë e mi. Këtë drejtë. Fytyra ime nuk duhet pasqyrohet në bebzat e syve të tu. E zop, më tregoj një fabul. Një ujk i uritur, ka njëherë një qenë të ushqyer mirë edhe që kishte një rip të bukur në qafë, edhe e pyeti: kushtu ushqen ka që mirë? Zotnia im që është gjahtar ju përgjigj qeni: më shpëtofshin zotat nga një fat i tillë, thiri ujku. Më mirë të jemi uritur se sa me rip të bukur në qafë. Ja ke treguar këtë fabul Ksantit. Ja tregova dhe kur e mbarova më pyeti çdo më thënë kjo. E zop, më thuaj edhe diçka tjetër. Dhe pra e uritur, pa njëherë në majtë të pjergullës një vesh me rush. Donte ta arrinte, por sa arrinte dot. Edhe u largua duke thënë se është akoma i papjekur. Po të pyes edhe unë si Ksanti. Çdo me thënë kjo? Po jo. Jo, zonjë, juve nuk mund të më pyesni kështu, juve.
Nuk keni në një arsye që të më pyesni kështu. Sa mirë që të gjeta këto Klea, edhe ty gjithashtu e zopë. Unë tani sa po bëra një zbulim në pjacë. Një zbulim të çuditshëm, shumë të çuditshëm. Takova një njeri të çuditshëm. Unë e madhe një nga ato zbulimet e tua të zakonshme. Po jo, ai ish më i çuditshëm se sa e zopi. Ai uren të gjitha gjërat e kësaj bote. Të gjitha gëzimet, të gjitha hidhërimet. Hyr. Gruaja ime, sklavi ime, zot. Shikoj një mirë këtë njeri. Shikoj edhe ti e zot, ai është më mendimtar se sa ti. Ti je kapiteni Rojevich që ardhur nga Athina? Isha me nxënësit e mi në pjatës edhe takova këtë të huaj dhe i thash, oj huaj, unë duhet të të bëj një nder. A pranon të pish me mua? Edhe ai më përgjegj. Po, çfarë do t'jetë herë? A do të shkosh në banja? A do të shkosh në tempull? A do të shkosh në ether? Dhe në gjitha këto pyetje, ai më përgjegj, jo, nuk dua absolutisht as edhe një gjë. Po çfarë do t'jetë herë, i thash unë? Edhe ai më tha. Asgjë. Nuk dua asgjë. E pra, jo, unë për vetën time nuk kam parë kur një njeri të tillë. Unë gjithmonë u thosha nxënësve të mi se njerëzit diçka duan dashurinë, duan gëzimin, duan të jetojnë sa më mirë. Kurse pa pritur, pa kujtuar, takoj një njeri cili nuk do absolutisht as edhe një gjë. Kurse ky mund të donte shumë se është i ri, është i fortë, është i bukur. Po. Është i bukur. I bukur, po. Nuk do absolutisht as edhe një gjë. Çi thua ti kësaj, zot? E do jetën? Ja. Po si kur të përdrin dorën, s'do të vinte keq? Ja. Po si kur të nxjinin syt, do të çmendesh? Ja. Si kur linin veshët, do të shqetësohesh? Po si kur të rrinin aq shumë sa që trupi yt të bëjë si një thes me gjak, do të vuaje? Jo. Ksant, kapiteni ka rënë në dashuri, por nuk e dashurojnë. Vetëm në një rast të tillë njeriu mund të qëndrojë indiferent. E po të mos ishte kjo, kapiteni do të bënde çmos që të bësh me do e mos general. A keni rënë në dashuri? Ha? Fol, ormik. O, gra, apo ndoshta i urena. Kapiteni është ushtarak, edhe ushtarak nuk merren me intriga dashurie. Çfakt për filozofin. Apo mos vallë, këmbë. Edhe vithet të derdhura, që lëkunden si barka anës detit Pireut, apo të gjitha këto. Ksant, nuk duhet të flasësh me këtë gjuhë përpara gruas tonë. Po pse të gjithë e dinë këtë? Melina sill verë, po shumë verë. Ulu, mërmik. Hajde, urdo. Klea, ti e gruaje. Po mund të flasë nga lartësi e filozofisë? Se, dakord, të ngrënët, të pirët, shtëpia, fëmijët, dakord, janë ideali lartë i vatërës familjare. Po të gjitha këto blien, apo jo, më e mirë? Ashtu si që blien qefet kur shkon në kori. Ashtu si që blien gratë e egra dhe të ngahtat veriut me ata sytë e thellë, ngjyrë kafe, edhe me atë trupin e mbuluar me pushtë verë. Etiopa se xezake, puthje të cilave ka shien e frutave të egra. Arabka të racës edhe pjellore, të cilët të tërheqin burat, tamam si ajo lulja e lindjes që tërheq bletët. O, zoti ma, greket praktike të cilët të ledhatojnë me poezinë e Safos kur të përkëdhen. Nuk duhet të flasësh me këtë gjuhë përpara gruas tonë, thash. Po pse, po të gjithë e dinë këtë? Ç'mendon ti për gratë e zot? Për mua ka dy lloj grash. Ato që na bëjnë të vuajmë dhe ato që vuajnë për ne. E nga ato që vuajnë për ne, unë di vetëm një.
Ti ke bërë që të vuaj një grua? Po cila? Nana ime. Mashtrues, do me thënë të gjitha gratë e tjera të bëjnë të vuash, ha? Klea, e zopi vuan, Meli... Po pse jo? Për në fundit edhe ky mashkull është, edhe me më tepër fuqi se sa unë, edhe më pak stoik se sa kapiteni, do me thënë ti do grap, por ato nuk të duan ty, ha? Meli, ç'mendon për atë? A të pëlqen? Zotni? Jo, do t'ishte një çift i çuditshëm. Bukuria edhe mençuria, ideali i lartë i spartanëve. Unë nuk synoj për shumë kësant. Po, përse synon ti, e Ti zot? e di. Unë synoj me lirin, vetëm me lirin kësant. Po, ç'duhet liria pa dashurinë? Po ç'dohet dashuria pa lirin? Budallëqe. Ashtu siç e mendon ti, liria nuk është liri, po prulje. Apo jo, more mik? Dhe ky kapiteni është argumentimi eksakt i kësaj që thua ti. Ai është filozofi mençur? Ja, ti mendon se ai është i mençur kësaj. Mos më kundërshto. Mos më kundërshto, po shko tash në pazar dhe na bli nga gjellët më të shijshme që ka atje. Sot kemi gosti. Nisu. Dua të të qeras pyor mik për mençurinë dhe guximin tënd. Nga gjellët më të mira që mund të ketë tash. Nisu. Ky është ai? Rehatohu, armik. Rehatohu. Grua, bëj ati nderet, laja këmbët. Kështu pra, armik. Ti gjendesh në shtëpinë e filozofit. Emri im është Ksant. Unë kam shumë nxënës midis studentave të Samosit. Emri gruas time është Klea. Emri slaves time është Meli. Ai që iku pak më parë është Ezopi. Thonë se ka lindur në frëngjisht, Artus Fabulas. Ke qenë në luftë? Në Kret. Vere mirë kjo, e mirë shumë. Samosi është atë i verës më të mirë në botë. Grua e mrekullueshme kjo, kësëm. Samosi gjithashtu është atë i grave të bukura. Po kjo, sklavja Meli kjo? Të pëlqen, të pëlqen. Kjo si kur të mos ishe indiferent për gjërat e kësaj bote, unë do ta kisha falë. Të dhuroje skllaven time? Shtoni ashtu, zotri. Ai shikon. Trëmben. Trëmben se këtu jetojnë mirë. Gruaja ime nuk ka qef që të humbasi skllaven e saj, edhe sklavja nga ana tjetër nuk ka qef që të humbasi të mirat që ka në këtë shtëpi. O gra! Mësoni më nga gnostosi si të përbuzni të mirat e kësaj bote. Shtëpi e bukur kjo, kësëm. E ka ndërtuar i këtiu që ndërtoi Partenonin në Athinë. Verë, Meli. Verë. Qëndrosh shumë në Samos? Më kanë dërguar të shikoj mbledhjen e bereqetit, posa të mbaroj punë dhe të largohem. Do me thënë do të qëndroni 2 muaj këtu apo 2 muaj këtu më kërë. Hajde, zop, hajde. Hajde, zop. Ç'na ke sjell? Ju, bëre mirë që solla ju. Gjua me të vërtet është një gjellë shumë e shijshme. Kuptor, mik? Val, nuk është mirë që ti jesh i pasur. Val, ti nuk njen kënaqësi të gëlltitesh këtë gjellë, edhe të pish këtë verë, ha? Mirë, dakord, gjellën tjetër. Çfarë kjo? Bravo. Gjuhet të mosur kjo? Të pëlqen, të pëlqen, të pëlqen, të pëlqen. Po mirë, po pranoj more ekstremisi çliruar nga pasionet, se me gjithë se ti i përbuz të mirat e kësaj bote, prap si prap, nuk e largon gjellën e shishme dhe verën e mira, po jo. Muzik për nder të mysafirit. Se nuk i thua Ezopit, na tregoj në një fabull. Ezopi shkoi të sjelli gjellën tjetër. Muzik thash.
Bukur kërësem. Bukur kërësem. Hajde, zot. Hajde. Hajde. Po tani, qëta ke sjell? Gjo. Gju, po nuk të thash të sjellësh gjellën më të mirë që mund të ketë. Qa ti do që të më bësh ke sharake dhe për faqet zezë, ha? A ka gjë më të mirë se gjuha im, zot? Gjuha neve në bashkon? Pa gjuha nuk mund shprejmë do të asgjë. Pa gjuha është kyçi i shkencës, arma e arsyes dhe së vërtetës. Mendim në gjuhës neve shprejmë dashurin tonë. Me gjuhë në japim mësim, bindim, detyrojmë, këndojmë, përshkruajmë, vërtetojmë, vendosim. Me gjuhë shkiptojmë fjalët nën, zot, e dashur. Me gjuhë themi po. Gjuha i urdhëron ushtarët që të korin fitore. A me gjuhë lavdërojmë poezinë e Homerit, nonit tek statuet e Fidias, nga zotat e Olimpit tek tregimet mbi Trojën, nga odet e poetit deri tek mësimet e filozofit, e gjithë Greqia është ndërtuar me anë në gjuhës, me gjuhën e bukur dhe të qartë të grekëve, e cila do të tingëllojnë ndër shekuj. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ti me të vërtet solle gjellën më të mirë që mund të ketë. Tani shko në pazar dhe na sill gjellën më të keqe. Dua të bindem për mençurinë tënde. Ja më thuaj, Ormik, tash ti, vallë, nuk është e mrekullueshme që të kesh një sklav të tillë. A nuk është vallë kjo e çuditshme? Klea, ti edhe ti se ne sot jemi të gjithë të lumtur. Pikërisht se unë jam kundërshtari yti, dashurimik, mua më pëlqen për shembull që të kënaqem me pasurinë. Qoftë kjo pasuri sklave, apo verë që pim. Unë sot jam në gjendje që të pi për shembull një fuqi me verë. A më shoqëron dot o filozof? Hajde, zot. Tani për shembull që dim se cila është gjëja më e mirë në botë, do të shohim cila është gjëja më e keqe në botë, si mbas mendimit të këtij shëndimi. Prapë gjua. Ta nuk the more budalla se gjua është gjëja më e mirë në botë. Apo kërkon që të rraf tash? Gjua, o zoti im, është gjëja më e keqe që njohim në këtë botë. Gjua është burimi i të gjitha grindjeve. Është prodhuesja e të gjitha fjalëve. Është mëma e të gjitha të këqijave. Gjuhën e përdorin poetët e këqij që na lodhin në pjatës. Shkojnë tek gjuha filozofët që nuk din të mendojnë. Krizipi! Gjua çpif, mbulon, shtërmbëron, shan, pyen, pështyn, trakton, thot maskarallëqe. Me gjuhë themi vdis qen, sklav. Me gjuhë themi jo. Me gjuhë Akili shpreu tërmërin e ti. Me gjuhë Odiseja kur disi kurthet e ti. Ja sepse gjuha Orksandë është gjëja më e keqe prej të gjitha atyre gjërave që njohim deri më sot. Bravo. Ja më thuaj, Ormik. Oj, dashu koleg. Nuk është e shkëlqyeshme që të kesh një sklav të tillë. Vall, kjo nuk është kaq shumë e çuditshme. Pi edhe ti Klea, se ne sot jemi të gjithë të gëzuar. Se unë për shembull jam në gjendje që sot të pi të gjithë verën e botës. Unë sot jam në gjendje të pi të gjithë dedhin. Ti me të vërtet kujton se unë nuk mund ta pi të gjithë dedhin? Ksan, ti je i dehur. Ti me të vërtet kujton se unë nuk mund ta pi të gjithë dedhin, E zot, i thuj atij se unë jam në gjendje që të pi të gjithë dedhin.
Ti, me të vërtet kujton se unë nuk mund të pi të gjithë dedin? Jo. Edhe me bas, me që të duash ti me shtëpin time, me sklaven time, me që të duash, dakor? Okej. Më sill diçka të shkruaj? Më sill diçka. Santi i dehur. Më sill diçka të shkruaj? Vetëm këtë kam unë. Meri, këllo! Meri! Më pak urësua shishja, koleg, po s'ka vërëve. Meri, Koleg. tashni, më thuaj ti mua, kur do ti që unë ta pi të gjithë dedin? Ku edhe unë kur ta pirë? Jo. Dhe pije kur të do i qevi. Baba, unë, filozof Ksanti, jam i detyruar të shkoj në breg të Samosit dhe të pi të gjithë të detin. Pik. Në rast të kundërt, i detyrohem shtëpin time, sklaven time, mikut tim. Miku im. Agnostos. Agnostosit. Firma pik. All right. Mirë. E ti veme dhe një vull, koleg. Mirë, vuri vullën, më sillën bëlqirën mua. Më sillën bëlqirën mua. Kush e gatoi këtë? Unë, Ksanti. Kjo është digjeja me e keqe që më ka takuar të ha. Në ndaku ufme. Kjo është digjeja me e keqe që më ka takuar të ha. E mrekullueshme. Dhe kush e gatoi këtë meriton të digjet në zjarë. Ksanti. Në zjarë! Më sillni dru, se dua të dje grua ti. Nuk dua të të shoh më me sy o filozofin ngjyrë, që u shimalkuar nga Zota. Ti dërkon që të djegësh gruan tënde në zjarë? Shumë gabim! Pritë të sjell dhe unë gruan time, e të bëjmë një zjarë të madhë, edhe t'i futim që të dy e ti djegësh shumë. Kjo fabull është më e mira nga të gjitha për atyre që unë kam ditur deri më sot. Gruaja miku e zot. Ajo më laf. Çfarë duhet të bëj e zot? Miu, zuri miqësi me macën. Po mjaft me këto historira të mallkuara. Gruaja miku, ti vazhdon akoma të më tregosh fabula. Si tu, Rosh, nuk tregoj më. Po, e do shumë gruan tënde? Po nuk më shqetëson kjo mua. Se po ta kisha lënë unë atë, as edhe njeri nuk do të thoshte gjë. Kurse kur gruaja e burin, të gjithë fillojnë e tallet, e unë jam filozof. As edhe njeri nuk duhet të tallet me mua. Po gratë në përgjithësi nuk i durojnë dot filozofët kësaj. E zot, çfarë duhet të bëj e zot? I gjithë qyteti po tallet me mua, po zgërdhiet me mua. Po, edhe me mua tallet i gjithë qyteti, po nuk e çaj kokën fare për këtë. E zot. O e zot! O e zot! O e zot! Zot! Çfarë duhet të bëj e zot? Po, në qoftë se do ta them se çfarë duhet të bësh që të kthehet gruaja në shtëpi, do të më japësh lirin
A jeni gjendje ti të më bësh të më kthehet gruaja? Po, të kthehet. Do ta falë Irin, çfarë duhet të bëj? Mi e pare, Ksana. Urdhëro, ik tash ti. Pare, Ksan. Në kaq pare asnjë grua nuk kthehet në shtëpi. A ti do që përveç gruas mund të humbas edhe pasurinë time janë? Ti do që të kthehet grua në shtëpi apo jo? Po, mas e kthehet me një shumë të vogël ajo. Ma jep kajta të pjesë që kthehet. Ik tash ti. A ke të tjera pare me vete? Po. Së shpejti gruaja do të kthehet në shtëpi. Mirë, ik tash ti. Ik tash ti. Meli! Po ti leksa? I thash para, e zopi të më kthej Klean. Nuk të shkon mendja ty se ai mund të largohet bashkë me parat e mia? Mos duhet thirru rojet që sklavi më mashtroj edhe iku. Ti dhe para e zopit? Tani e kuptova që bëra gabim. Beson si do të kthehet ai? Se di. Parat e mia, shtëpia ime, gruaja ime. Çfarë duhet të bëj? Sigur të mos kthehet e zopi Ksan, të tërë që bëhet. Sigur të mos kthehet? Po. Do lajmëroj rojet. Ta kërkojnë, edhe kur ta gjejnë, ta raj, kaq shumë sa se dhe një tjetër nuk e ka provuar. Të pëlqen e nde gruaja jote? Po nuk është fjala vetëm te gruaja ime, po te parat e mia, te shtëpia ime. O, të pute pak zemërimin tëm. Shikon edhe mua. Thuam tani. Të pëlqen e nde gruaja jote? Sigurisht që më pëlqen. Po se po të mos më pëlqen, unë nuk do isha ka ta nisur në këtë gjendje. Ksan, ti kur nuk e ke qarë kokën për mua? Kurse unë ja kra flokët Kleas, ashtu si të pëlqen ty. Ja gjithë futane dhe ja regulloj kindat në një mënyrë të tillë që ajo të duket akoma më e bukur. Çfarë do të thuash ti me këtë? Po unë i mësoj asaj sekretet e dashurisë. Klea nuk e dinte që gruaja duhet ta përkthejë burin lehtë. Ashtu siç preken lehtë telat e harpë. Këto janë sekretet që fshihen në portin e Safos dhe në kopshtet e Korintit, apo jo? Po, pikërisht se ajo e kishe përvetësuar këto kaq mirë, prandaj edhe më pëlqen. Po tani si do t'ja bëj? Po ta humbatësh. Mos të dikeq fare për këtë. Unë jam më e mirë të saj. Ti as që vre fare këtë. Çfarë thua kështu Meli? Nga ndonjëherë, kur vi pas supit tënd për të shtënë vetë, më duket sikur frymarrja ime të detyron të kthesh kokën. Të ndjesh rrahjen e gjoksit tim kur afrohem te koka jote. Po ti as që vre fare këtë. Ti më dashuron mua. E shkreta Meli. Gruat kur mos e thua e shkret. Nga gjitha ndjenjat atë ndonë shumë ndjenja keqardhjes. Jo, po, ti më dashuron mua, ti ke qenë këtu edhe unë nuk e kam vërre këtë gjë. Për këdhelja jote preferuar. Të lëmosh kokën tënde me gishta, edhe të bësh pasaj të rëshqat dora në përsupe. Ja se filozofi është në gjendje që të shpjegoj fenomenet qiellore, por kur nuk është në gjendje që të shpjegoj pikërisht atë që ndodh përpara hundës së vet. Jo, po gruaja ime, po parat e mia, po sklavim. Po, që duhet një grua që nuk të dashuron? Që duhet parat kur s'ke asnjë për i tyre? Që duhet një sklav që të shqetëson me ironinë? Jo, duen lajmëruar rojet që sklaviku dhe më mashtroj. Po sikur ke tikur me gruan tënde. Ja, po s'ka mundësi? Po, pse s'ka mundësi? Sa gjërat pa mundura filozof po bëjmë para syve tanë? Po, edhe kështu mund të ndodhi. Ata ikën,
Ata ma hodhen mua. Thiro, jetë shpejt. Jo, lëri ata të ikin. Që mbet një grua që preferon një përbindës. Po, parat e mia. Nuk është një shumë e madhe të shkëputesh prej tyre. Jam e sigurt. Se kur të të përqafoj unë do t'i harrosh të gjitha. A mund të haroj unë valë se jam bërë e martua. A mund të haroj unë valë se gruaja miku me sklavin më të përbuzur. Po kur të kaloj unë në pjacë, nxënësit e mi do të thonë Ksant, ti i humbe briret, do me thënë se ti ata ta shti. I ke... Jo. Gruaja ime dhe sklavi im duhen në rahur që të dy. Më thirë Etiopasin të bëj gati dedhën e kaut. Ashtu, a? Po. Vetëm këtë gjë do që të bëj. Po, vetëm këtë. Nuk kërkon gjë tjetër. Jo. Nuk kërkon, Jo. Ashtu, ha? Jo, të lutem. Nuk kërkon gjë tjetër. Të lutem. Po jo, po s'ka mundësi. Jo, po nuk... Jo, këta, mos i hiq, të lutem, mos. Mos i hiq ato. Nuk kërkon Mos i hiq. gjë tjetër nga unë, no? Stop. Mirë. Ajo preferoj sklavin në vendin tim? Atëre, edhe unë preferoj sklavin në vend të saj. Gati! U ktheve? Po, gruaja ime. Atë nuk e gjeta, po unë i bleva të gjitha. Me parat e mia? Për dasmën tënde. Ti e more me mend se Ksante po martohet? O, sot! Ti me dorë më mirë se sa unë. Po pse i bleve gjithë të gjepura? Po këto nuk janë gjepur kësa. Pa shikoj, stofa të mira nga Kartagena. Gjerdane, roza, birizyk, statuja të vogla, sandalet e leta prej lëkur gjirafe, rypa të artë për brez. Mima, po pse? O, jo, bëri shumë mirë. Në të gjithë qytetin të ashti flasin se ti po përgatitet të martohesh kësan. Nga çdo tregtar ku shkova për të blerë, dëgjova po një pyetje. Që do e zog të stofë, të gjerdane, të birizyk, dhe unë i përgjegja për zotnin timi, i cili po martohet. Jo, deri këtu. Do lajmëroj roje të raj. Jo, mos të dëno. A i parashikoj ngjarjen? Si edhe ti do që të mos urdhëroj që të rahin? Po natyrisht. Po i dhash parat më kthej klen. Kurse ai vajti në pazar dhe bleu gjëra që nuk i duhen askujt. Po, të duhen, Ksant, na duhen ne. Jo, ti do rihesh si as edhe një herë tjetër. Përse nuk ma ktheve klen siç më premtove? Sepse nuk është nevoja. Sigurisht që nevoja. O, sot, sa i mençur që je. Do të bëj çmos që Ksanti të kthej lirinë. Faleminderit, por vetë Ksanti premtoi që do të më japi lirinë dhe Ksanti do ta mbaj fjalën. Po, unë të premtova në qoftë se do më ktheje klen. Do kthehet. O, tani Klea nuk ka përse të kthehet. Më thanë se po martohesh. I gjithë qyteti flet për dasmën tënde. Jo. Ksant, E vërtet, ha? premtova se do bëj çmos që këtu të vi gruaja jote. Ajo erdhi. Ma jep lirinë tash Ksant. A ti e... Po ti çka që qanë më sklavja ime? Qanë nga gëzimi që u kthye gruaja jote. Apo jo, Meri? E gjora, Meri, sa zemër të mirë që ka. S'mund të rri dot larg nga zonja jote. Ty as nuk të shkon në përmendje fare për lirinë tënde, Meli. Ksant, gruaja jote u kthye. Mjaftoi vetëm lajmi se ti po martohesh që ajo të vijë këtu. S'po gëzohesh? Po sigurisht që gëzohem. Ti u ktheve Klea. Sa i lumtur jam që u ktheve Klea. Atëre ma jep lirinë tash ti Ksant. Kërkoje lirinë tënde, o sklav. Tani kur sa për pak gjë se more unë timen. Nuk mos kisha ardhur, buri do të ishte martuar tani me mua. Jo, të qëndore me djallësit e tua. Dekord, frimet. Po mos kujto se ajo qëndroj aty nga dashuria. Ajo qëndroj për parat e tua. Qëndroj me një grua që ti e bleve. Qëndroj me bashortën që zbukurohet për të përgjyer kapitenit të rojës. Meli! Mos e beso atë, vet nga keq. Jo, shrobu. Jo, ç'ne.
Ti nuk mundet të zgjedhësh rrugë të drejtë për të fituar lirinë tënde, Meli. Ti sigur e konsideron veten më fisnik? Mos haro se Kësanti, pak minuta më parë. Sa se ti ke bashkë me gruan e ti dhe para se ti. Kësant, ma jep lirinë. Pastaj flasim për këtë zot. Jo, po ti më dhe fjallën mu, Kësant. Ne të respektojme dhe kujdesemi për ty e Zot. Përse kërkon të ikësh? Sepse edhe unë respektoj vetëm time, zonjë. Ma jep lirinë, Kësant. Klea ka të drejtë. Ne të respektojmë ty e zot. Po ti më dhe fjallën. Mirë! Ti nuk beson në paragjykime. Kurse unë besoj, shko atje. Në qoftë se në qiell do të duken dy harabel që fluturojnë, unë do ta faliri. Ama, në qoftë se në qiell nuk do të duken dy harabel, unë nuk do ta faliri. Po pse veprimin e drejtë kërkon që t'ja nënshtrosh një rastit. Ti duhet të mbash fjalën e dhënë edhe se kur zotat të ndalojnë për këtë Kësant. Të thash, në qoftë se në qiell do të duken dy harabel që fluturojnë, unë do ta faliri. Shkoli atë! Sa mirë është që ti e shafër të e Klea. Do të shikosh sa herë të duash Klea. Ti u ktheve Klea. Këto dhurata janë për mua? Po për ty. Po qeshën. Nëse qeshin me Ezopin që është i shëmtuar. Jo, qeshim se ndoshta do t'ju ke treguar në një fabël. Jo, ata qeshin se janë të kënaqur. Pikërisht kjo e lind qeshurin. Ne qeshim kur jemi të kënaqur. Ti nuk e simpatizon fare Ezopin, bilas që mund ta fshesh. Nuk e di se përse, por nuk ndjej simpati për njerëz që kanë të drejtë. Në qoftë se Ezopi ka të drejtë, përse nuk e liron? Nuk është pjekur e ndet për të qenë i lirë. Ti mendon se ai duhet vazhdoj të ecë gjithmonë i lidhur në pranga? Ti ndjen diçka për të apo jo? Po, një farsoj. Ezopi të bën të qeshësh, prandaj dhe më pëlqen. Po unë nuk të bëj të qeshësh. Po, por në mënyrë të kundërt. Ezopi të bën të qeshësh me ato që thot. Po. Kurse tek ty është për të qeshur ajo që thua. Po. Do me thonë ajo që thua. Po. A më kupton? Po, jo, nuk të kuptoj. Ja, për këtë unë qesh. Shiko, Kësant! Shiko, Kësant! Në qiell po duken të dy harabelat. Eja, shiko, Kësant, atë te në horizont ku... Oh, në emër të Zotave, Kësant. Në emër të Zeusit, Kësant. Eja, shiko, atë te... Oh, po, eja, Kësant. Eja. Shiko. Oh, liria ime. O, qofsh lavdëruar Zotat. Shikoj, Kësant, shikoj. Ku? Ja, te, gati në horizont, në horizont. Nuk shikoj në gjë. Unë shikoj se fluturon vetëm një harabel. Jo, të betojmë, Kësant, ishin dy, po ti u vënë vaj shumë sa njeri iku. Klea. A shikon e qiell dy harabela? Jo. Zotat nuk duan që unë të ta fal lirin. Unë tani po ikje dashur dhe po shkoj te nxënësit e mi në pjacë. Më put, Klea. Me lot. Një lotuar se pash për një kohë të gjatë në qiell. Njerëz si unë nuk kanë të drejtë shikojnë në qiell. Ata duhet ecin me sy përdhej. E Zot. A di ti se përse u ktheva? Sepse dashuron shumë burrin tënd. Dhe asgjë më tepër. Po më shiko njerë mirë, e Zot. Po të thash njerë si unë nuk kanë të drejtë shikojnë në qiell, ata duhet ecin me sy përdhej. Më shiko drejt.
Jo. Ashti, mos më shiko mua. Unë nuk jam I bukur. Unë jam I tmerrshëm. E po më shiko njerë mirë, o njeri I shëmtuar. Nuk e shikon. Se ti je I bukur. Se shkëlqen në sytë e mi. Zotat I bekofshin në sytë e tu Kleje, por... Mos kërkoj që unë t'i kuptoj ata. Ti kupton shumë mirë ata. Ti vetëm nuk je I bukur, por jo dhe budalla. Ajo, Kleja, unë jam budalla. Jo, nuk je budalla. Dhe ti e di mirë. Emri im do të thot lavdi. Unë nuk dua lavdin. Unë dua lirin. Nuk ka për ta dhënë kur lirin, kur. A këmeru kundër Kësantit. Më merë mua në krarorin tëmë. Më përqafo mua, më duaj mua, e zot. Nuk mundem. Unë jam sklav. Po shpirti të vallë nuk është I lirë. Për mua ti nuk je sklav. Po ti je gruaja e zotnis tim. Po jam gruaja e zotnis që urdhron të rrajnë, që të fyen, të poshtron. Hajde pra. Su bëj budalla. Më duaj mua dhe hakmeru kundër Kësantit. Jo, Kleja. Unë kam një hakmarrje tjetër edhe më të fortë akoma. Hakmarrja ime është që të mos të dashuroj. Dhe pra duke shikuar rushin që varin në pjergull, ta se është I papjekur sepse nuk e arrin të dot ajo. Parafityrot është një rush të ëmbël dhe të pjekur, të cilën dhe pra mund të arrijë fare kollaj, sepse vetë rushi po I lutet për këtë. Por dhe pra nuk do, sepse rushi është I papjekur, dhe është I flakur atje tej, si diçka e papranueshme, ja hakmarrja ime. Ja si hakmerë mund kundër Kësantit. Oh. Ti je bukur. Ti je yll, Kleja. Ti je njeriu që unë kam ndëruar të gjithë jetën time. Por unë refuzoj. Budalla, pastaj unë do ta bind Kësantin të t'jap lirin. Të t'jap liri? Ja, Kleja, liria është e pastër, dhe ne kemi drejt ta prekim atë vetëm me duar të pastra. Ti preferon që ti jesh sklav? Po. Kujton se Kësanti do të liroj ndonjëherë për ato punët e tua të dobishme? Ndoshta. Sa më I dobishëm që ti jesh për të, aq më tepër do të nguli këmbë të të mbaj në sklavëri. Në këtë rast unë duhet të jemi dobishëm për atë, por jo për ty. Ti refuzon? Refuzoj, Kleja. Jo, e zot. Unë të lutem. Vetëm për një çast. Unë dua të vënë vend të gjitha padrejtësitë që ke provuar në kurriz. Më provë. Po ti e ke merituar qoftë edhe një pikë kënaqësie në këtë jetë. Ka qenë e ashpër për ty të bëri sklav të shëmtuar. Hajde pra. Mos u bëj budalla. Më duaj mua. I shikon këto duar. Janë trashur aq shumë nga skllavëria sa e kanë humbur ndjeshmërinë e tyre. Është kënaqësi do të ndjesh ti po të fuzësh me ato buzë këto duar. Dhe pastaj me këto duar të shtrëngosh gjoksin tënd. Aty nuk ka asgjë të bukur. Kleja. Shumë herë kam menduar me vete dhe kam thënë kush e di. Kush e di, po të detyroj ndërgjegjen time të heshti, të haroj se jam sklav që harton fabula mbi kafshët me qëllim që njerëzit të bëhen edhe më të mirë. Kush e di, mund t'i dorëzohesh ato ndimit. Por trupi im është mësuar të ndjej vetëm kontaktin e kamxhikut. Me të ndjen në një lloj kontakti tjetër, ai me njëherë më paralajmëron me të thirrura, qetësor, budalla, për ty kur farë ndjenjash, kur farë dëshirash. Po të mos ishte kjo, ndoshta dhe unë do të kisha ndëruar që ne të dy të takonim njëri tjetrin si dy kafshë të egra, që takohen në pyllin e errët, që bashkohen vetëm për një qast, edhe pastaj secili ikën dhe shkon në punën e tij. Përse të mos bëhet kështu, e zot? Sepse Kleja,
tek unë kam betur akoma diçka që kam gjiku nuk kam mundur të rraj. Diçka e pakapshme, që ngrë një pengesë të pakapërcyeshme kundër të gjitha kënaqësive. E ç'është kjo? Është brejtja. Është brejtja e ndërgjegjës, o e dashura. O e dashura e largët dhe pa arritshme. Brejtja e ndërgjegjës, e cila ne i fisni këron botën, por nuk ne i bën të këndshme. Se ç'është? Kjo. Vetëm kjo. Largo nga unë, o bukuria e agimit, o fladi i erës së detit, o shkëlqimi i diellit mbi mermerin e tempullit, o uji i kulluar burimi, o këngë e mjelmave lundruese, o yll kalimtar. Ke? Ik, largo nga unë. Largo. Ke mundësi të ri vetëm e vetën time. Vetëm. Gjori e zot. Po ty nuk të largon njëri nga bukuria. Ja ku e ke këtu. Merë. Asgjë më tepër? Asgjë më tepër. Asgjë. Jo. Ai di se Ksanti do të urdhëroj që të të rrajnë. Si? Ai nuk i fal ata që refuzojnë gruan e tij? Ata nuk i fal unë. Do t'i them unë. Se unë e të prova ca me ty, se të bëra një propozim jo të ndershëm, se ti kërkon të vësh nderin tënd të fyer në vend, po... Ti je i mençur. Pikërisht këtë do të bëj. Po kështu jeni ju gratë. Po tashti unë nuk ktheva në rrush dhe ti në dhelpër. Por unë jam i thartë, e humbas rastin. Akmeru... Po, do të akmerem. Po për budalla lëkun tëndë. Ti je sklav, je i shëmtuar. Unë të propozoj kënaj sikur se ti e refuzon. Ti e meriton dëshkimin. Ezo! 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 Shpëton e Zot! Shpëton e Zot! Të kujtohet që dje unë u deha me atë të panjohin. Kujtohet që thash ti do të pjetë gjithë detin. Kujtohet që shkrova dhe në shkrova se në rast të kundër të gjithë pasuria ime do t'i takonte ati. I kërkon tash që unë ta mbaj premtimin. Populli është mbledhur në breg të detit, edhe pret që po unë të pjetë gjithë detin. Ata po tallen me mua e Zot. Po qeshish me mua e Zot. Edhe ti, si e në gjënër, durosh do të qeshurat e tyre. Kurse me mua të gjithë qeshin dhe vazhdimisht qeshin. Po baqa ime e Zot, shtëpia ime, çfarë duhet të bëj e Zot? Po, të pish detin kësam. E Zot? Mos bëj shaka e Zot. Mos bëj shaka e Zot. Mos bëj shaka e Zot. Do të japësh urdhër që të më rrajnë, ne? E po mirë. Këto dhe unë se qëfar duhet të bësh? Hajde! Firet jo pasë! Po, Ksanti, je urdhër që të rrajnë. Po në qofë se do të them se qëfar duhet të bësh që ta shpëtosh shtëpinë tënde, do të ma japësh liri? Je urdhër që të rrajnë, Ksanti, ta torturojnë. Ai di se çfarë ka bërë ai. Jo. E pra, u mundua të më tundonte,
Edhe po t'i dorëzosha këtë do t'a quante si akmarrje kundër teje. Ti? E vërtetur, filozof. Hajde, rëmbe prej mençurisë tënde tash të vetme në gjetje të kanë dhuruar zotat, zëmërimin. Sant, ai mua më fendoi gruan tënde. Hajde, më bjerë në kokë, tretja t'jo pasin qpret, më bjerë fort në kokë, të transformohem në një idiot, dhe pastaj të mos ke mundësi të gjej rrugëdarje në situatat e tua të vështira. Thuaj të më raj shumë, po pastaj shko të pish detin, nëse s'do të humbasësh këto të mira që ke këto. Kjo është arma e tij që ka kundër teje. E dinte që do t'ja kishe nevojën. Prandaj erdhi ta marrë shpërblimin tek unë, tek gruaja jote. Mendos ç'do bësh? Po shtëpia jonë, Klea. Klea, pastaj ti do të rish me filozofin tënd në qiellin e hapur, po? Se të mos sistemosh në të vozën me verë që bosh ati se ti e. Ja i mendon të bësh kësan, nuk të pjellë gjë koka. Ose mos është koka ime, koka e Zeusit që poli atëre. Gjendoj në rrugdalje. Tregoj ati se nuk ja ke nevojën. Edhe burja hekura, clia koka. Rrugdalje. 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 Po cilën? Po unë jam filozof, ma unë nuk mere me çështjet praktike të jetës. Ti e ke fajnë? Unë? O? Ti? E përse unë? Se? Se më lejove që të pia bashkë me të? Ha? Pse e fute këtu atë të panjorin, ha? Shumë e sjellshme është me të gjithë kjo e zotë. Përkundër, si Klea nuk është daqë e sjellshme. Jo, ajo është e sjellshme me të gjithë. Çfarë duhet të bëj, e zotë? Të pish detin kësan. E zotë. Përsa i the gruas time, unë po e quaj se ajo është një nga ato shakate tua, një nga ato fabulet e tua, dhe unë jam i bindur për këtë. Po, kështu është. Unë e njoh mirë, Zofi, ai nuk mund të bëj absolutisht as edhe një gjë të keqe. Pi detin kësan. Po ti e di, Zof, se sa të admiroj unë, dhe ti e kupton se çdo thotë të admiroj filozofi, se ti e poet, Zof. Ti e poeti më i madh i të gjithë Greqisë, ti e më i madh se sa Pindari, ti e më i madh se sa Homeri. Pi detin kësan. Se poeti përdor disa shembulla të lira. Tu e Zofi nuk është poet, por sklav. Po ku kupton ti nga poezia? Poezia është për burra. Ne kuptojmë vlerën e vargut edhe të fjalës luftarake. Për shembull, ato fabulet e tua, e Zop. Pi detin kësan. Ky sklav të trastoi dhe unë kërkoj që ti ta ndërshkosh. Ai nuk ka trastuar njeri, o fëmijë i Zeusit. Der! Frikacak! Grua, pushoni kjo se do të shputosh nga të raurit. E Zop, po sa mirë kemi kaluar bashkë, Zop. Ti e miku i më i mirë. Ne më të gjithë zotave kësan. Unë jam miku ytë më i mirë. Unë jam poeti më i madh i Greqisë. Unë jam në gjendje të tundoj gruan tënde. Ti në fundi do të arrish deri atje sa thua se unë nuk jam edhe kaq i shëmtuar sa dukem. Po. Ti nuk je i shëmtuar? Unë e kam bërë në re këtë? Të kam parë të kam studiuar me vëmendje. Dhe kam arritur në përfundimin se ti ke hundën klasike greke, linja e gojës tënde, vizatimi frymëzonjës i vetullave të tua, eleganca jote, dhe kam arritur në përfundimin se ti me të vërtet je i bukur. Dhe për më tepër bukuria jote ka diçka të veçantë. Dhe si e tillë, ajo mund të kuptohet vetëm nga njerëz me shije shumë të hollë. Aty ka diçka nga statujat e Fidies. Aty ka diçka nga krijimtaria e Praksitelit. Aty ka diçka nga harmonia e Partenonit. Ti je Apollon. Detin kësan. Pije deri në pikën e fundit. Por dhe pas kësaj ti meriton një ndëshkim tjetër akoma më të rëndë për paturpsinë tënde. Pa më shiko mirë një herë mua. Jam Apollon unë. Unë. Po ndoshta unë egzagjerova pak. Unë jam i të mërshëm. Unë jam aq i shëmtuar sa më vjen të qaj kur shikoj fytyrën time. Unë jam biri Hidrës, i Merës, Minotaurit. Jam biri i qenies më të shëmtuar që mund të ketë patur e tërë Greqia. Po shtëpi. Mos e bëj kefin vetes. Sepse shëmtimi im nuk i pengon disa njerëz që të ndjejnë keqardhje, simpati
Bile edhe dashuri për mua. Dhe e di përse? Jo, nuk e di. Jo, atë ta them unë. Sepse ka njerëz që janë aq të shëmtuar për brenda, sa që jam unë nga jashtë. Pra ta pish detin që të mbytësh në të gjithë shëmtimin e shpirtit tënd. Do ta fal Irin. Po të më thuar se çfarë duhet të bëj që të shpëtoj shtëpinë time, do ta fal Irin. Nuk do të më vinje. Jo. Siç më ke gënjur kaq herë. Për shembull, si shpërblim kur të kthye gruaja jote. Mos më ofendo më shumë e Zot. Ti lejon që ky monstër të sillet kështu me mua? Pa nuk e kupton mos se kështu më ul mua. Sa? Në qoftë se ti nuk je por të më rrahin mua, do të thotë se ti bën se kur nuk i beson fjalët e gruas tënde. Pra je njëri pa nder. Zgjidhe merr, o shtëpinë o nderin. Po të betohem se ti nuk e besoj. Po nuk e besoj. E di vetë si janë gra. Ka shumë të njarë që ajo ta ke televizor bishin me ty. Po. Si? Po si. Apo prandaj je dhe filozof ti. Sam. Mua më ofendon. Mua të gjithë më ofendon. E Zot, po ti, a do të fitosh lirinë e Zot? Sam, po ti a do të ruash nderin tënd. O, e Zot, o miku im. Mos më quaj më i bukur. Mos më pyej. Mirë. Ta zëm se ti asaj ke ardhur rrotull. Po në fundit mashkulli edhe ti apo jo? Kjo do të thotë se unë duhet isha më i kujdesshëm. Tash i Klea i kallzoi që të gjitha, edhe ti më kupton, ha? Se shtëpia ime, Zot, baçja ime, çfarë duhet të bëj, Zot? Ose kur të thoshja se ajo deshte më të ndonte? Ajo! I thoshte. Ajo! Jo, s'ka mundësi. Se s'ka mundësi. Po se ti je ish. Je i shëmtuar. Do me thënë, unë jam shumë i bukur kur e do puna që të shpëtoj shtëpinë tënde dhe shumë i shëmtuar kur vjen puna të më dashuroj gruaja jote, e? Klea? A veprove kështu si thot ai? Po sikur. Po jo, po s'ka mundësi. Se kjo do t'ishe ndonjë përçartje. Kjo do t'ishe ndonjë budallëk apo jo? Kjo do t'ishe ndonjë nga ato shakate tua dhe unë jam i bindur për këta. Ju lutem mos flasim për këtë. Të mos flasim, ti vëm pik. Dhe unë do ta fal Irin. Po të më thua çfarë duhet të bëj që të shpëtoj shtëpinë time, unë do ta fal Irin. Tash ti nuk më duhet gjë lirie, Aleksandr. Kjo do t'ishte fatkeqësi për mua. Po unë do të them se çfarë duhet të bësh që ta shpëtosh shtëpinë. Edhe do ta them falas, pa shpërblim. Çfarë? Sam, mos shano. Po. Shko në breg. Qëndro përpara popullit. Thuaj atij se ti ke dhënë fjalën që do pish krejt detin, se do ta mbash zotimin, edhe pije detin son. Të pi detin? Theksoj fjalën. Detin. Pa ujtë e lumejve që derdhen të. Thuaj atyre ta ndajnë dhe ta ndalin ujtë e lumejve, dhe ti pastaj do ta pish krejt detit. Dhe me qenë se as edhe njeri nuk është në gjendje që ta bëj këtë, kapiteni Rojeve nuk na merr dot shtëpinë. Ç'ide mrekullueshme, ç'ide geniale, po shkoj tashti. Dhe imagjinoj se si do të shtangen që të gjithë. Ksan! Nuk do t'japësh urdhër që ta rrahin. Ta rrahin? Po pse? Ti nuk e bën këtë. Atëre unë po shkoj për gjithmonë. Rri me slavin tënd, Ksan. Klea! Rrihe këtë njeri!
Nuk më kupton mua, Etiopas. Dërsa unë të kuptoj. Më kupton? Jo, ti pa u menduar fare i ndronë, zotrinës. U kërkon të falur. Edhe unë po ashtu bëj. Por, me një ndryshim. Unë pres rastin e Borliqshëm. Ndërsa e zopi ja. E zopi dëshpërohet. Ai nuk do asgjë përveç lirisë. Edhe unë dëshiroj t'jem e lirë. Por e pasur. E dashuruar. Po ti vallë nuk dëshiron asgjë? Ç'ke bërë ti në vendin tënd? Mes njerëzve të tu kur ishe i lirë. Ti luftoje ball për ball me Luanin dhe e vrisni atë. Po tani? Tani kur që? As edhe një gjë. Dhe mos si e ti në të vërtetë i tillë. Edhe pse nuk dallohet gjë në sytë e tu. Edhe as në buzët e tua. Mos vallë ti nuk dëshiron të jesh i lirë? Nuk dëshiron të shkëputesh nga ky rreth i mermert, nga ky qytet i huaj dhe i urryer për ty. Apo mos vallë dëshiron të lidhësh mbas shtylle e zopin? Edhe të rrash ato me kapxhik. Interesant. Mos vallë, ti bësh keq tjetri të pëlqen? Ti jep ndjenjën e pushtetit. E po kjo nuk është pushtet. Pushtet është dashuria. A ke dashuruar ndonjëherë ti Etiopas? Mund të dashurosh. O, zot, sa i gatët që je! Hajde më. Pos më dhe! Kush Ksanti? Se u ktheve. Kur thuaj do t'ikin nga kjo shtëpi për gjithnjë, duhet ikur për gjithnjë. Nuk t'jap ty llogari për sjelljet e mia. Kush Ksanti tash? Si që she nuk është. Nuk është kthyer ende nga bregu? Se ishte në breg? Pati ishte, ti tregoj popullit me çkondita do ta pi detin. Du me thënë, ai nuk ka ndërmend të mbas shtëpinë e tij. Pasurinë e tij, sklevrit e tij. Jo, Meli, ti do të vazhdosh ti shërbesh filozofit ton të dashur. Ti e dashuron ata apo jo? Më mirë mos flasim për këtë. Budallaqe. Përse nuk fiton dashurinë e Ksantit? Do t'ishte më mirë kështu se sa të tundoje negri. Ç'interes ke ti po të fitoj dashurinë e burrit tënd? Populli kërkon lirinë e Zopit. Populli? Do me thënë ti do t'ikesh me Zopin. Si kur ti fitoje dashurinë e Ksantit, Meli unë do t'isha e lirë. Edhe Zopi do t'ishte i lirë, a e kupton? Po, e kuptoj! Janë ligjet të nuk t'ishte jo. Ju ktheve, Klea. Sa mirë bërë që ju ktheve. Po sa të çuditshëm që janë, ha? Duan që t'i falë lirinë e Zopit. Po pse të mos e plotësosh dëshirën e popullit? Po të mos e bësh këtë në qytet nuk do të respektoj njeri. Hajde ti, ha? Po përse vallë? A ti kërkon që ti kësh bashkë me të? Sant, bëj ashtu si të thot populli. Edhe mos pyet më për mua, mos më pyet se kë dashuron. Edhe duhet marrë vetëm shtëpinë time unë. Edhe pasurinë. Po, duhet humbas gruan edhe skllaven time veç. Gruaja juaj mund të veprojë si të dojë, Ksant. Ndërsa për sa i përket slavit, unë erdha enkas këtu për të detyruar të plotësosh dëshirën e popullit. Populli? Po me shë drejt populli kërkon që të më marri, atë që më takon. Se mos populli e mori pushtetin. Se mos populli ndan pasurit e të pasurve. Sa absurditet. Populli kërkon që ti të lirosh e Zopin. Vetëm me Zopin, Ksant. E Zop! Populli kërkon që Ksanti të t'jap lirinë. Populli? Populli. Po pse populli? Po populli e gjeti kush e mësoi Ksantin si të shpëtoj nga premtimi për të pirë detin. Krizibi e deklaroi. Kjo është idea e skllavit e Zop. Ksanti nuk mund t'jap një zgjidhje kaq të mprek. Më falë për këtë, Ksanti. Pastaj. Pastaj populli në pjatë thiri. Liri e Zopit! Eksakt. Po të jetë kështu... A jam i lirë. Jo, a i më takon mua. Liroje Ksant. Po liroje, o Ksant. Liroj Ksant, dhe këtë ndiqe.
Ajo nuk është e denjë për t'u lëre të shkoj me sklavë. Dhe sklavja Meli do të kujdeset për zotrinë e saj. Jo, ti je sklavim. Edhe unë sklavja jote. Në përgjithësi do t'jem sklavja jote. Po Meli do zërvonin tim do t'jetë më mirë se unë, Ksant. Jo. Po Luani po flinte, 1000 bënde shëtitje mbi trupin e ti. Kur hop bisha u zgju, e kapi miun dhe deshi të hante, por miu i vogli tha, mos më haj, pse kush e din, ndonjëherë mund ta shpërblej. Luani buzëqeshi njëherë për këtë, por prapë e lëshoi. E s'kaloi shumë kohë, Luani në zonë rrjet. E ai miu i vogël me të dëgjuar ulërimat e Luanit shkoi me njëherë atje, i brejti rrjetat me dhëmbë, dhe Luani shpëtoi e iku i lirë. E çdo me thënë me këtë di? Shpirt madhësia është për blerë. Po, Ksant, ti duhet të jesh mirënjohës aty, të shpëtoj shtëpinë dhe pasurinë. Mirënjohës unë? Më mirënjohës duhet jetë ai? Unë e ushqej, i apste, ai jeton këtu si as edhe një sklav tjetër në Greqi. I gjithë qyteti do të të urrej, pra. Unë e di sepse kërkon që ta liroj. Unë këtë nuk e mohoj. A do që të ta them? Se do të ishte patak. Për para se të njihja e Zopin, kam ndruar një burr të bukur kështu si ti, si kapiteni, të bukur, të fortë, të mençur. Por nga ky njeri jo i bukur, mësova diçka që asnjëri tjetër nuk mundi të më thotë. Ksant, më lejo t'iki me këtë njeri. Prandaj nuk e liroj unë. Se po t'jetë ai këtu edhe ti do rish me mua. Fjalët e tua nuk meritojnë respekt. Po si mund të më durosh kur e di që dashuroj sklavin tënd? Preferoj të jetë më mirë kështu. Ti po më ndero, filozof. Por ti e di fort mirë se unë as nuk e kam prekur në njëherë. E Zot. Ti nuk më dashuron? Thuaj po e Zot. Jo, Kle. Ti nuk do që ne t'ikim bashkë? Thuaj po, ti do në fitus. Jo. Çfarë do të? Vetëm ata që më takon. Lirin. Klea, në qoftë se unë e liroj, ti do të rish me mua? Kjo është detyra e gruas tënde. Klea do të të ndroj. Vetëm po të më vrosh ti. Më thuaj. Por po të duash mund të jap një këshill. Unë nuk çmoj, as pasuri, as dashuri. Unë s'mund të jap kurrë atë që ti kërkon nga jeta. Unë s'do të jepja lirin time edhe sikur të më lutesh për këtë. Ja, liria duhet të më përkasi mua. Që të kënaqem me të, ashtu siç kënaqen njerëzit me gruan e tyre të dashur. Pres vetëm një gjestin tënde, Zot, edhe unë bim mbas teje. Ose një sklave po të rish një sklav. Kjo, do vi me ty apo jo? Liroj, Ksant. Unë do të qëndroj. Mere, je i lirë. Merë. Më liro ose më mbaj. Kur do të largohesh, e Zot? Qysh tash ti? Bëj gati teshat e tua. Unë s'kam asgjë timen. Harova, kam torbë në bukës. Çfarë mund të bëjmë për ta mbajtur se ka para kapit sa para? Ksant. Janë të mirë, Ksant. Ku
do të shkosh e zot? Dua të shkoj në përbot, Kleja. Kam shumë qef që të shikoj çdo gjë me sy të lirë. Shumë larg që këtej, në Lidi, është një mbret i pasur që quhet Krez. Është njeriu më i pasur i botës. Pallatet e tij janë ndërtuar me arë. Robet e tij janë të qëndisura me gur të çmueshëm të lindjes. Kam qef ta shikoj një herë këtë mbret, edhe të qesh me pasurinë e tij. Akoma më tej, në brigjet e Nilit, thonë se egyptianët kanë ndërtuar varre të mëdhenj për të nderuar kujtimin e mbretërve të tyre. Kam qef të shikoj një herë këta varre, edhe të qesh me lavdinë e gurëve që mbulojnë kockat e kalvura. Dua të qesh me ta, dua të qesh ashtu si qeshin njerëzit me shëmtimin tim. Ti me gjithmonë kërkon që ti kësh e Zot. Dam të mirë. Zotat e ruajshin bukurinë tënde, Kleja. Duaj e burrin tënde. Lam të mire. Zotat të dërgofshin lumturi. Lam të mirë, Meli. Zotat të dërgofshin lirin. Lam të mirë, kapiten. Lam të mirë, Etiopas. Ti mund të më rrihi edhe më fort. Kaq fuqi të madhe ke. Unë jam ende i gjallë, të kam falur. Lam të mirë. Lam të mirë. Ri për drek tek ne, kapiten. Ri me ne. Hajde, kapiten. Ri për drek tek ne, kapiten. Qka për drek? Gjuhë. 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 Po, sima. Ku ka gjë më të mirë se sa gjuha? Gjuha neve në bashkon. Mendimin e gjus ne shprehim gjithë shka. Mendimin e gjus ne ndërtojmë qytete. Gjuha është qelë si shkencës, arma e arsyes edhe të vërtetës. Nuk ju pëlqen gjuha! Gjuha! Gjuha është shenja me keq që ka në botë. Gjuha është burimi gjithë kritjeve. Gjuha është fillimi gjithë shpikjeve. Gjuha është nëna e gjithë intrigave. Kush e ka thënë këto? Unë më mësoj nxënësve ato në pjatës. Po ti! Ky është një nga mësimet e tua, Ksan. Ti je filozof i madh. Ti je i pavdekshëm, Ksan. Bravo, bravo, bravo. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Grua, bëj këtë i nderet, laja këmbët. Unë tani po iki të nxënësit e minë pjatës. Më putleja. Na ishte se ç'na ishte. Mos thuaj na ishte se ç'na ishte. Na ishte se ç'na ishte tonë vetëm në prallat për fëmijë. Po mirë, po si të them? Hyr drejte në temë, fillo kështu. Bret Kosa
E tjera, figurat vepruese këto kanë rëndësi. Po kjo është absurde, se çdo fjalim ka hyrjen, përmbajtjen, mbylljen, kështu na mësonte neve Aristoteli dhe këto janë të fiksuara në traktate. Haroj traktatet, trego vetëm faktin, shtu bënte Ezopi. Po kjo është për çuditur mua, se fabulat e tija s'kan asnjë kuptim, megjithatë janë shumë të suksesshme. Kjo më çudit mua. Mos u shqetëso për këtë. Që kur fillove të përdorësh mënyrën ezopiane në të folur, populli në pjaci dëgjon fjalimet e tua me shumë vëmendje. Përsërite fabulën mbi Bretkosat. Na ishte se që mirë Bretkosat. Edhe Bretkosat u mërzitën se s'kishin qeveri edhe pushtet. Edhe dërguan një delegacion të Zeusi, që tu dërgonte një mbret. Këtu duhet pauzë, me qëllim që ata që dëgjojnë ta kuptojnë mirë. Bretkosat e mërzitura, delegacionit e Zeusi, lutja për mbret. Vazhdo. Po, edhe Zeusi u hodhe një copë dru në knet. Edhe ato të tramura u zhytën në ujë. Këtu duhet të shpresh në mënyrë bombastike. Bretkosat e tramura u zhytën në ujë. Fraza tjetër duhet jetë e qetë, me qëllim që ata që dëgjojnë ta kuptojnë se Bretkosat prapë erdhën në vete. Vazhdo? Po. Me qenë se copa e drurit nuk po lëvizte hiç nga vendi, ato dolën mbi ujë, e pan me një farë përbozje këtë mbret, edhe filluan që të kërcenin mbi ta. Këtu do të ketë një kalim psikologjik dhe duhet me do e mos që dëgjuesi të ndjej dramën. Mbreti i palëvizshëm edhe Bretkosat që kërcejnë mbi ta. Po, Bretkosat e zëmëruara dolën mbi ujë, e pan këtë mbret dhe dërguan përsëri një delegacion të Zeusi që të dërgonte një mbret tjetër se ky që kishin nuk vlente kur gjë. Tani do t'jetë finali fjalia mbyllëse dhe duhet të shqiptohet me energji dhe saktësi. Vazhdo? Edhe Zeusi u dërgoi një hidër, edhe ajo i kollofiti të gjitha Bretkosat. Duhet sa më shumë shprehje të meri të fjala hidrë. Bëhet fjalë për një egërsirë dhe tingulli i zërit tënd duhet të ngjallit të merë. Thua hidrë? Hidrë. Mirë hidrë! U dërgoj një hidrë! Edhe ajo i kollofiti të gjitha Bretkosat. Përpara moralit duhet pauzë, me qëllim që ata që dëgjojnë ta kuptojnë se tregimi ka karakter të përgjithshëm. Ata vetë duhet të nxjerrin mësimin e Bretkosave. Po morali? Moralin thuaj kur s'kep se ta thuash. Sikur nuk dishon që të gjithë e kanë kuptuar, po nuk duhet lejosh në asnjë mënyrë që të mbetet sadopak i errët për ndonjë dhe mos pyesi në fund. Po kjo çdo me thënë? Pse? Kështu tregonte ai? Kush? Ezopi. Unë gjithmonë i thosha, po kjo çdo me thënë Ezop. E po ti bën përjashtim. Jo, unë nuk jam në gjeni që të tregoj kurrë në kurrë si ai. E shikon se sa gabim kemi bërë që e lejuam që t'ikte. Po kush do më tregoj mua fabula? Unë nuk jam në gjeni që të hartoj fabula. Unë kanë cilë Ezopin të arrestuar. Ezopin? Të arrestuar? Po e cilin këtu ja vën kapiteni Trojeve. Po pse? Nuk e di delfasit e kapër dhe kur mbritën në Samos e vën kapiteni. Po pse? Po nuk e di. Ksant, ai ka nevojë për ndihmën tonë. Shumë bukur. Ai do më tregoj fabulat mua dhe unë do t'ua tregoj ato nxënëse në pjacë. Siç duket, nuk ka mundësi të ndajemi nga njëri tjetri. Ezop, unë po stërvitesha që të tregoja fabulat e tua. E kanë kapur për vjedhje, Ksant. Ai vodhi? Jo. Kur mbritën në Delfi, njerëzit e atjeshëm mu lutën të tregoj një fabula. Unë ju tregova dhe ata pastaj thanë se kam përlyer tempullin e Apolonit. Vodhe i gjë. Jo, ti e di fort bukur, unë duhet të kem vetëm atë që më përket. Ata thanë se Ezopi ka vjedhur kupën e ardhur nga tempulli i Apollonit. Jo, ata më kapën në pjacë, më sollën këtu dhe më dorëzuan te kapiteni i rojeve. Po pse të sollën këtu? Po që ti të bindesh vetë, është fjerë me të vërtet kupa e ardhur në torbën time? Kontrolloj, Ksant. Pse e bëre këtë? Unë nuk kam vjedhur gjë. Pas vetë nuk e di se si ndodhet ajo kupë në torbën time. Po kupa nuk ka këmbë që t'eci vetë. Përse të sollën këtu Ezop? Ata më thanë se jam sklav i Ksantit dhe si të tillë mund të më ndeshkoj vetëm zotnia im, kaq. Jo, ti e i lirë? Po në Samos din që jam i lirë, në Delfi jo. Ezopi është i lirë. Thuaj këtë telpase. Ti s'ke asnjë lidhje me këtë vjedhje, Ksant. Unë nuk kam vjedhur gjë.
Dikush e ka futur atë kup në torbën time. Përse? Mos u e gërsuan gjë me ty. Ata mu lutën të tregoj një fabule. Unë ju tregova dhe ata pastaj për një herë i prishën të rinjt. Dhe i kuptuan fabulat e tua? Populli Delfit është popull shumë i mençur. Ai me njëherë kupton fabulat e Ezopit. Çfarë fabule i tregove Ezop? Delfasit janë adhurojnë si të Apollonit. Ata i kanë ndërtuar atje një tempull madhështor për mermeri dhe gjithë ditën e ditës nuk bëjnë asnjë punë tjetër vetëm se rrinë dhe falen. Dhe kaq shumë falen sa që lënë dhe arat pa mbjell. Prandaj kur vjen dimri dhe s'kan asgjë për të ngrënë, dalin dhe lypin për qytetet e ndryshme të Greqisë duke i drejtuar çdo kalimtari me këto fjalë. Oj huaj, unë jam prifti tempullit të Apollonit, unë i lutem zotave që ata të ruajnë qytetet tona. Po tash s'kam asgjë për të ngrënë, prandaj ti duhet më japësh ndonjë send. Kështu jetoj. Prandaj kur më lutën t'u tregoj një fabula, unë ju thash, dëgjoni o banor të Delfit, një fabulë që u kushtoj ju. Gjengalla gjithë verën këndonte. Sa miza e dheut mbjeti ushqim atje në virusin e vetë. Eri dimri, Gjengalla s'kishte asgjë për të ngrënë dhe vajti të kërkove mizës së dheut. Por ajo e pyeti, çfarë bëre zotrote gjatë gjithë verës? Gjatë verës këndonjë, i tha Gjengalla. Po mirë, nëse gjatë verës këndonjë, ja priti miza e dheut, tash dimër hidhu valle. Me nuk e kuptoj pse janë zëmëruar. Kuptoj, Orksant, kuptoj. Delfasi tanë se unë quaj punë më fisnike të mbledhësh ushqim si miza e dheut se sa ti lutesh tempullit Apollonit. Jo, deri këtu te ofendosh zotat. Po ti e kupton se fabula nuk është një histori e shpikur, por është dhe e vërteta. Dhe e vërteta është i vetmi qëllim për të cilin jetojmë dhe për të cilin vdesim. Po ti nuk do të vdesësh apo jo? Po dikush e ka futur kupën e artë në torbën time. Ky është krim kundër zotave dhe kundër pronës personale. Dhe ti e di se si ndëshkohet një krim i tillë. Gjeci e popull Delfit! Gjeci, atë problem po shteroj! Pikrisht, për gjë duan të dinë ata, çfarë dënimi do të japin. Në qoftë se ti je i lirë, ata të hedhin nga ma e marit lunërën më të thellë të Greqisë. E në qoftë se je sklav, zotnia yt ka të tretë t'ja dëmimin. Ata e dinë që ti je sklav i Ksandit, prandaj të sollin këtu. Ata po presin përgjigje aty në kopësht. Ti nuk u the se Ksandi ka liruar. Jo, Klea. Shumë mirë atëherë. Kërkoj atyre leje edhe 1 minutë. Do me thënë, ti do të vdesësh. Ja, unë nuk e dua këtë. Që të bëjmë? Asgjë. Ja u tregove papirusin mbi lirin? Jo. O Zot, që lumturi. Po përse lumtur? Po kjo të shpëton e Zot. Ti e fshej që të shpëtosh, apo jo? Jo, Klea. E fsheha se desha të shikoj ty edhe një herë përpara sa të vdes. Ksand, ti mund ta falësh. Thuaj Delfa se sa ish skllavi yt. Ku e ke papirusin? Po e djegim. Mendim shumë i mirë. Dhe ne do t'jemi bashkë prapë. Si sklav? Përkohësisht, sa të harohet. Ti do të më japësh fabulat mua, kurse unë... Dëgjoj këtu e Zop. Unë e di se Klea ty të dashuron. Ajo do të vi me ty. Unë do t'a lëtë. Ha? Që mendon? Të pish detin, Ksand. E Zop, po Delfasi do të vrasin? Klea, po ti do të marrësh pjesë në këtë ortakëri të burrit tënd? Unë do të marr pjesë me fabulat e mia. Ksandi do të marrë pjesë me gruan e tij, po ti? Jo, budalla, unë marr pjesë me dashurinë time, kurse ti me kokën tënde. Dil Ksand. Thuaj Delfa se ai të përket ty dhe vetëm ti ke të drejta dënosh. Prit. Do me thënë, unë duhet ju them Delfasve se jam sklavi yt. Po, edhe do shpëtosh. Por, a do të më besojnë? Do t'i vërtetoj unë fjalët e tua. Po derisa ata besojnë këtë gënjeshtër, pse të mos besojnë të vërtetën, që është edhe më e thjeshtë akoma? Cilën të vërtetë? Që unë nuk e kam vjedhur kopën e bekuar nga tempulli Apollonit, që unë nuk jam sklavi yt. Po derisa ata e futën në torë kupën, si kërkon që të vërtetoj e vërteta? Erdhe aty ku desha Ksand. Do me thënë njerëzit e rrallë durojnë të vërtetën. Atëre hakmeru, shpif. Thuaj se je sklav, e pra njerëzit e durojnë lektas shpifjen. Do me thënë, për vjedhësit e lirë, ekzisto ka një lloj ndëshkimi shumë i rëndë,
Dhe për vjen si sklevër, një lloj tjetër më i lehtë. Po, në këtë rast, po. Unë dua lirin. Unë do të zgjedh dëshkimin që marrin njerëzit e lirë. Ky është vullneti im, Klera. Po në të stomë si ka afrohen, ata kanë hyrë këtu. Jo! Kupën e bekuar. E shtiva unë në torbën tënde. Jo. Unë isha atje. Kur pash se si del pasi tu e gërsuan kundër teje. Kur pash se po të humbisi aty hipa në tempull. E puta kupën në torbën tënde dhe i thash një prish që ti e vonë. Jo. Ti po qpifo e dashura ime. Ti po qpifo. Desha ta akmeresha kundër teje që të kisha pranë. Por tani jo, tani duhet më të qojnë mua atje në punë. Ti gënjen, Kle. Ti e bën këtë që të më shpëtosh mua. Gabuam rrugën. S'mundëm ta gjejmë dot njëri tjetrin në jetë. Unë kam kujtuar se tek ty ka zënë vend vetëm e liga. Por ti je mirë. Ti je mirë. Fajtori jam unë. Unë jam fajtori. Jo, për hirtë të gjithë zotave, jo. Këtu bëhet fjalë për jetën tënde. Edhe se kur të mos më tënoje. Edhe se kur të mos më kishe dënuar kur, di orë filozof, se unë do të zgjedh në dëshkimin që marrin njerëzit e lirë. Ky është vullneti im, Kleja. Kjo është vdekja jote, e zot. Dhe jote që të them. Një njeri shumë të bukur. Ti je njeriu më i bukur. Jam të mirë. No, Kleja. Kleja? Jo. Jo, Kleja. S'ka gjë. Unë tashti jam i lirë. I lirë. Askush dhe askurës do t'a preken më trupin tim. As kam gjiku i Etiopasit, as duart e tua, Kleja. As urrejtja, as dashuria. Unë vetë do të shkoj t'i hidhem në unë. Dëgjoni o banor të tempit, të Samosit dhe të gjithë dheu, fahullën e Zotit. Velpra pa në maj të pjergullës një vesh me rush. U mundua të arrinte, por se arriti dot. Atere u largua duke thënë se është akoma i papjekur. Morali i fabulës është ky. Ju jeni të lirë. Të lirë. Mos e harone këtë. Të lirë. Unë jam ende i papjekur për jetën. I papjekur për dashurin. Në dreq të vend. Unë jam i lirë.
lirë. Dhe di Orksan, çdo njeri tashmë është pjekur për të qenë i lirë. Për të dhënë dhe jetën për liri. Tashti jam i lirë. Jam i lirë. I lirë.